Kandidatja e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetare të kuvendit, Albulena Haxhiu, thotë se nëse refuzohet konstituimi i kuvendit të Kosovës, vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Haxhiu, pas dështimit të saj të radhës për t'i marrë votat e mjaftueshme për krye kuvendare, tha se propozimi për këtë pozitë i takon partisë fituese, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje. Ajo theksoi se nëse partitë opozitare refuzojnë propozimin e Lëvizjes Vetëvendosje, ajo shtoi pyetjen për opozitën, atëherë ku do t'i marrin 61 vota për të votuar nën kryetaren? Vetëvendosje ka dhënë qartë qëndrimin e saj, ka mungesë të vullnetit që të konstituohet kuvendi. Ne jemi gati shumë të gatshëm të presim partitë të flasim me to për datën e zgjedhjeve. Nëse refuzojnë të konstituojnë kuvendin, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Kushtetuta e Kosovës e parasheh se duhet të jenë 61 vota për kryetarin e kuvendit, njësoj vlen edhe për nënkryetaret e kuvendit. Nëse ata refuzojnë propozimin e Lëvizjes Vetëvendosje, atëherë ku do t'i marrin ata 61 vota për të votuar nënkryetarin, tha ajo. E pyetur se a është e gatshme të tërhiqet nga propozimi për kryetaret të kuvendit, Haxhiu tha se Vetëvendosja e ka qëndrimin e qartë dhe se e rëndësishme është të zhbllokohet kuvendi i Kosovës. Nuk është çështja a do të largoheni apo s'do të largoheni. Vetëvendosja e ka qëndrimin e qartë. Është e rëndësishme që të zhbllokohet kuvendi i Kosovës. Unë besoj që qytetarët e Kosovës e kanë tepër të rëndësishme që të konstituohet kuvendi dhe të votohet qeveria e re, thot ajo. Lëvizja Vetëvendosje ka dështuar sërish të zgjedhë Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit edhe në tentimin e katërt. Emri i Haxhiut u propozua edhe të premten më 25 prill nga nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Glauk Konjufca. Me 118 deputetë pranishëm në sallë, Albulena Haxhiu mori 57 vota, pra 47 kundër dhe 3 abstenime. Vazhdimi i seancës, tha Dehari, do të bëhet të dielën më 27 prill në orën 10. Ky ishte tentimi i 6 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, i cili dështoi po ashtu si edhe ata të mëparshmit. Kush abstenon? Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 27 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Ditën e mirë.